Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kurban Bajrami është bindje dhe nënshtrim ndaj Zotit. Allahu i madhëruar në Kuranin Kerim thotë: dhe kur ai arriti së bashku me të Ibrahimin të angazhohet në punë, ai Ibrahimi tha: o djalim, unë kam parë jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra, çka mendon ti? Ai tha: o baba im, punoj atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do Allahu, prej të durueshmeve. Kur ata të dy ju dorëzuan urdhrit të Zotit dhe përmbysi atë me fytyrën në bamb, ne e thirrëm atë: o Ibrahim, ti tashmë zbatove ëndrrën, në kështu i shpërblem të mirët. Vërtet, kjo ishte sprovë e qartë. Ne shpaguam aty me një të therrur kurban të rëndësishëm, dhe ndaj tij ne lam përkujtim të mirë ndër popujt e ardhshëm. Selam, shpëtim e paqe pas Ibrahimi. Kështu, në këtë mënyrë ne shpërblem bamirësit. Vërtet, ai ishte nga robërit tanë besimtarë. Sura Safat, ajetet 102 deri te ajeti 111. Kurban Bajrami, festa e adhurimit dhe nënshtrimit. Kurban Bajrami, festa ndjekjes së shembullit të Izraelit. Kurban Bajrami, festa ndjekjes së shembullit të Hazreti Ibrahimit alayhis salam. Kurban Bajrami, festa në të cilën u thuhet jo jajve. Kurban Bajrami, festa e shlirimit prej prangave të egos. Kurban Bajrami, festa të mësuarit prej mësuesit djalosh Hazreti Ismailit alayhis salam. Kurban Bajrami, festa e Sajit dhe Safas. Kurban Bajrami, festa e besnikërisë dhe Meruas. Kurban Bajrami, festa unitetit dhe vllazërimit mes muslimanëve. Kurban Bajrami, festa e kujtimit të ditës së gjykimit. Kurban Bajrami, festa e respektit dhe praktikimit të rregullave të Kuranit Kerim. Me rastin e kësaj feste të bukur dhe madhërishme, ju përcjellim ju dhe të gjithë atyre që ndjekin dhe zbatojnë këshillat e profetit Ibrahim alayhis salam, urimet tona më të sinqerta, gëzuar Kurban Bajrami.